Ishim 4, 3 vëllezër dhe 1 motër. Një familje e vogël, por me zemër të madhe. Mes nesh ishte edhe Auglenti. Jo thjesht një vëlla, por drita jon. Ishte ai që sillte gjithmonë buzëqeshje, edhe kur dita ishte e rëndë. Ai që dinte si të na bashkonte të gjithëve, pa shumë fjalë. Jeta nuk ishte e lehtë për ne. Kishte lodhje, sakrifica, ditë të vështira, por kur ishim bashk, gjithçka dukej më e përballueshme. Ne u rritëm duke mësuar se jeta nuk të jep gjithmonë atë që dëshiron, por të mëson si të luftosh për atë që ke. Dhe ne kishim njëri tjetrin. Kjo ishte pasuria jonë më e madhe. Auglenti ishte ndryshe. Kishte një zemër të pastër dhe një shpirt që nuk dinte të mbante inat. Edhe në ditët më të vështira, ai gjente një mënyrë për të qeshur, për të na dhënë forcë, për të na kujtuar se nuk ishim vetëm. Por jeta ndonjëherë është e padrejtë. Erdhi një ditë që nuk do ta harrojmë kurrë. Një ditë që na la një boshllëk që as koha nuk do ta mbush. Auglenti u largua nga kjo jetë. Dhe bashkë me të, një pjesë e zemrave tona u shua. Që atëherë çdo gjë ka ndryshuar. Shtëpia nuk tingëllon më një lloj. Të qeshurat janë më të rralla, edhe kur vinë, gjithmonë mungon një zë. Por dhimbja na mësoi diçka. Na mësoi se sa e shtrenjtë është familja. Sot jemi ende këtu, 3 vëllezër dhe 1 motër. Më të heshtur ndoshta, por më të fortë, më të bashkuar, sepse tani e dim që çdo moment bashk është një dhuratë. Dhe Auglenti, ai nuk është më me ne në trup, por është kudo në jetën tonë, në çdo kujtim, në çdo hap të rëndësishëm, në çdo vendim që marrim. Dhe tani është ajo e vogla, Olivia. Një zë i ëmbël që thërret Xhaxhi, një shpirt i pastër që kërkon për qafim, kërkon të luaj, njësoj si dikur. Kur ajo të afrohet me duart e hapura, duket sikur të sjell një copës dritë. Kur qesh, të kujton atë. Kur të kërkon të luaj, zemra mbushet dhe njëkohësisht thyet pak, sepse e di sa shumë do ta donte Auglenti atë, sa shumë do të qeshte me të, sa shumë do ta përqafonte. Dhe ndoshta në një mënyrë që ne nuk e shohim, ai është aty. Në sytë e Olivias, në pafajësinë e saj, në çdo Xhaxhi që ajo thërret. Ajo është një kuptim i gjallë i dashurisë, një dritë e vogël në mes të mungesës. Dhe kështu, në mes të dhimbjes dhe kujtimeve ne vazhdojmë për njëri tjetrin, për Olivian, për Auglentin, që nuk do të largohet kurrë nga zemrat tona.